Shpesh herë ka ankesat njerëzve se s'kom qetësi, nuk kom lumturi, nuk kom rahati. Mirë, ktheu tek raporti yt me Allahun xhella xhelalu. Çfarë raporti ke me Allahun? Besimi, ku është niveli I besimit? Veç që tu mate, mos shko ma larg hesh. Mos I thuj vetit valla që besoj Allahun nuk kryej punë. Qyr obligimet ndaj Allahut apo I kryn? Apo I kryn obligimet ndaj Allahut? Apo I lëvan shejtanit me depërtuar filan? Tash, ti mush me thon nuk jam I qet. E vërtet, po bëj një pyetje vetes, sa herë ke përmend Allahun gjatë ditës? Sa herë ke thon subhanallah? Sa herë ke thon alhamdulillah? Sa herë ke thon Allahu akbar? Sa herë ke thon la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa herë ke thon? Sa herë ke thon la hawla wa la quwwata illa billah? Sa herë ke thon duan kur ke dal për shtëpia? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sa herë ke thon? Krejt të thuja vetes. S'ka qetësi, s'ka. Se s'ke kërku pi Allahut me thonë qetësi. Qetësia është Allahu. Dhe vjen pi Allahu xhella xhelalu. Besimi I drejt çdo herë na sjell mirësi të mëdha. Besimi I drejt çdo herë na ngrit. Besimi I pastër në Zotin një çdo herë na privilegjon. Çka përfiton besimtari nga besimi? Mund ta bën dikush këtë pyetje. Po e beson Zotin, po çka përfiton? Para kësaj, fillimisht definicioni I besimit. Besimi në fenë islame përkufizohet kështu, siç e kanë përkufizuar dietarët islam, se besimi është të shprehurit me gjuhë, të shprehurit me gjuhë, me shpreh me gjuhë besimin që e bart në gjoks, që adhuron Zotin me ta. Pastaj pranimi, bindja, dëshmia me zemër. Pastaj të vepruarit me gjymtyrët e trupit, jetësimi I besimit me gjymtyrët e trupit. Dhe se besimi ngritet dhe ulet. Ngritet me punë edhe vepra të mira dhe ulet me gjunahe. Ç'kjo është definicioni I besimit, aleikum selam, të cilin kem nevojë secili prej neve me e ditë, ku me ditë çka thjesht edhe lehtë. Veç kem nevojë me u përqendru, me kuptu se atë çka e besojmë, definicioni I saj është kjo. Çka përfitojmë nga besimi I pastërt në Zotin xhella xhelalu? Prej mirësive, prej dobive të mëdha që ka besimtari nga besimi në Zotin një dhe të vetëm, janë shumë. Do I përmenim disa, sepse ashtu edhe koha nuk na lejon. E para, aleikum selam, e para të nderuar vëllezër, është se besimi, momentin kur e besojmë Allahun në fuqi plot dhe nuk I shoqërojmë Allahut shok, ne do të përjetojmë siguri, do të marrim siguri nga ana e Allahut xhella xhelalu. Do të jemi të sigurt. Besimtari do të jetë I sigurt. A lyp siguri nesër? Fillimisht në këtë botë, pastaj edhe në botën tjetër, gjithsesi. Atë secili nga ne, pasën I përjashtim. Allahu I madhruar thot për këtë: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata të cilët e kanë besuar Allahun, edhe nuk I kanë vesh ati besimi gjatë udhëtimit të tij në këtë dunja, nuk I ka vesh ati besimi ndonjë padrejtësi, dhulm. Çka është dhulmi, çka është padrejtësia në këtu, në këtë ajet kuranor? Nuk gjatë udhëtimit, gjatë besimit të tij, nuk I ka bëu shok Allahut qoftë edhe pak. Nuk I ka bëu shok Allahut. Nuk I ka bëu padrejtësi Zotit fuqiplot, sepse Allahu t'i jap krejt, e ai I bën padrejtësi Allahut, e beson edhe dikon tjetër ose I friksohet edhe dikujt tjetër. E kjo është padrejtësi. Ndaj dhe Allahu po thot: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata janë cilët kanë siguri nga Allahu I madhruar, janë sigurt. Do të jenë sigurt fillimisht në dunja, pastaj edhe në botën e ardhshme, me theks të veçantë në botën e ardhshme,
kur çdo gjë do të jetë, çdo gjë e vogël do të jetë ndihmës i madh për besimtarin. E në qoftë se e ka jetësu besimin në mënyrën e duhur, pastaj nuk ka nevojë me u mërzit për botën e ardhshme. Me lenin Allahu xhalla xhelalu, Allahu thot wa hum muhtadun, ata janë të udhëzuar, ata janë të udhëzuarit e drejtë, janë rrugën e Allahut, në rrugën e tij të drejtë. Domethënë, cila kjo e para? Që kjo e para, domethënë besimtari kur e beson Allahun që duhet, ka siguri, i jep mbrojtje, është i fuqishëm, është i mbrojtur me lenin Allahut xhalla xhelalu. Nuk ka frikë për ta, sepse ka mbrojtjen e Allahut. Në qoftë se gjatë udhëtimit tonë nuk gjon mbrojtje, këqyr besimin shiki. Besimi çfarë pikë është? Veç këto të vetja. Jo pse Allahu s'ka dhënë mbrojtje, po veç të besimi edhe sa e ke ndërtu besimin e mirëfillt në Allahun xhalla xhelalu. E dyta, i jep besimtarit një jetë të qetë. Allahu xhalla xhelalu i jep qetësi në jetë. Kur e ndërton besimin e drejtë në Allahun xhalla xhelalu i jep besimtarit qetësi të plot. A kem nevojë për qetësi sot? A kem nevojë për rahati sot? Ja, gjithsesi. I jep qetësi edhe i qetëson zemrat e besimtarit. Ja bën një jetë lumtur, po të njëjtën kohë edhe ja qetëson zemrën. Për gjithashtu kemi nevojë. Shpeshherë ka ankesat njerëzve se s'kom qetësi, nuk kom lumturi, nuk kom rahati. Mirë, ktheu tek raporti yt me Allahun xhalla xhelalu. Çfarë raporti ke me Allahun? Besimi, ku është niveli i besimit? Veç që të mate, mos shko ma larg hesh. Mos i thuj vetit vëllavi që besoj Allahun në kryej punë. Këqyr obligimet në Allahut apo i kryn? Apo i kryn obligimet në Allahut? Apo i lëvën shejtanit me depërtua s'filan? Në qoftë se i lëvën shejtanit mallkum, qëra apëshani, na kem gjithë këtë objekt, mirë po në qoftë se lam derën që ati e qelë, a na hen ftoftit. Na hen ftoftit. Edhe pastaj nuk bojnë punë në zemjet. Në qoftë se kemi lanë vend shejtanit me depërtu, për mes veprave, atëherë nuk kemi ne arsye me u anku tek Allahu xhalla xhelalu absolut, përkundrazi duhet me u anku vetëm tek vetvetja dhe me kërku fajin vetëm tek vetvetja. E Allahu xhalla xhelalu pikrisht për këtë thot: "Men amila salihan min dhakrin aw untha." Kushdo që punon punë vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, wa huwa mu'min, dhe është besimtar. Dhe është besimtar që beson Allahun e madhruar. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Do t'ja bojmë atij një jetë të lumtur. Do t'ja bojmë atij një jetë të lumtur. Qet, do të kënaqet. Vallahi po vllazni. Po pasha Allahun pra po kthejnë aty. Njerëz sa ankohen shumë sot. Edhe kur i thu, e fal namazin, po jo se kom nis hala. Po namaz ka qetësi, namaz ka rahati, namaz ka lumturi, namaz ka prehje, namaz ka knasi, po jo të rifare, ka knasi të rallë. Ka knasi të cilën nuk e përjeton jashtë namazit. Duke fillu nga namazi i sabahut. Allahu pastaj po thot: "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Do t'i shpërblejmë ata me shpërblimet më të mirat, për shkak të atyre punëve që i kanë bërë, për shkak të besimit që i kanë ndërtu, për shkak të punëve që i kanë bërë në jetën e kësaj dunjaje. Pastaj Allahu xhalla xhelalu thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata cilët kanë besuar Allahun dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allahu thot, a nuk qetësohen zemrat e besimtarëve me përmendjen e Allahut? Gjithsesi, tash ti mush me thonë nuk jam i qetë. E vërtet, po bënja një pyetje vetes, sa herë ke përmend Allahun gjatë ditës? Sa herë ke thonë subhanallah? Sa herë ke thonë alhamdulillah? Sa herë ke thonë Allahu akbar? Sa herë ke thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir? Sa herë ke thonë? Sa herë ke thonë la hawla wa la quwwata illa billah?
Sa herë ke thonë duan kur ke dalë për shtëpia? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sa herë ke thonë? Krejt të thuja vetës. S'ka qetësi, s'ka. Se s'ke kërku pi Allahut me thonë qetësi. Qetësia është Allahu. Dhe vjen pi Allahu xhella xhelalu. Përmes besimit të drejtë, përmes besimit të pastër që ne e ndërtojmë në Allahun xhella xhelalu. E treta, Allahu i siguron mbrojtje besimtarit kur e ndërton besimin e drejtë. Allahu i dhuron mbrojtje atij nga ndikimi i shejtanit mallkuar. Shpesh herë shejtani njerëz i sjell ka don, ata hala mendojnë që mirë puna. Dikush mendon kur si bi Allahut në sejdë, thotë o Zot i madh, mirë, në rregull, pa i këron sejdë Allahut. Ai mendon që Allahu pse po i lëshon pasuri, mirë puna, nuk ka nevojë për sejdë. Se me pa pas nevojë Allahu si kilshu pasuri. Nuk është ashtu. Se shpesh herë pasuria i shkatron njerëzit. Se nuk janë mirënjohës, nuk janë falendërues ndaj Allahu xhella xhelalu për këtë mirësi e për shumë të tjera. E Allahu xhella xhelalu po thot innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nuk ka mundësi me pas shejtani i mallkuar ndikim mbi ata të cilët kanë besuar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, edhe tek Zoti i tyre mbështeten. Ama jo të lëvar mbështetje, po mbështetje që ka kuptim, cilën e kërkon Allahu xhella xhelalu për neve. E katërta të nderuar vëllezër, çka përfitojmë për besimin? Çka na dhuron besimin neve? E beson Allahun, çfarë po t'jap Allahu ty? Po vallahi. Besimtari nuk guxon kur më ran këtu kurtha. Dëgjoni atje. Ndëgjoni se pastaj vjen dikush me dy fjalë të vogla në filozof që s'ka kurfar vlerë, edhe të shtin karabishta, dyshime. Ama nuk ka dyshime se ne kem Kur'anin, e kem sunetin e pejgamberit sallam. Nuk ka vend për dyshime në besimin tonë. Çdo gjë është e qartë. Pasha madhin Allahut, ama çdo gjë është e qartë. Asaj tjetër që përfitojmë na për besimit pastër në Allahun e madhruar është edhe se Allahu është mbrojtës i besimtarëve. Allahu i mbron besimtarët. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu i mbron ata të cilët e kanë besuar atë. Amo shiqoni gjithmonë çka tha më herët, se besimi është shqiptim me gojë, pranim me zemër, besim, vërtetim me zemër dhe jetësim i këtij besimi me gjymtyrët e trupit, i cili ngritet me vepra të mira edhe ulet bie poshtë me gjunohe. Nuk mund me konë sikur ai i cili ruhet për zinos edhe falet sikur se ai që bë zinë edhe falet. S'muj me konë njëjtë kur s'kan me konë njëjtë, hiç. S'muj me konë njëjtë. Sepse ruajtja prej zinos është prej vepra madhore, sepse zinoja është prej gjunave të mëdha. Zhytet zinoja pa fajrin. Pastaj Allahu i madhruar pikërisht për këtë thot: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun." Allahu po na thot se vërtet për ata të cilët të dashurit e Zotit nuk ka frikë, as nuk ka dëshpërim, as nuk ka mërzi kur hiç. S'ka për ta. Pse? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata janë cilët e kanë besuar Allahun dhe në vazhdimsi kanë synuar ta jetësojnë devotshmërinë në Allahun xhella xhelalu. Devotshmërinë në Allahun xhella xhelalu. Tjetra të nderuar vëllezër, që po ashtu është jashtëzakonisht më rëndësi, Allahu i madhruar po thot shpërblimin ditën e gjykimit për besimtar, për ata cilët në vazhdimsi e kanë rujt besimin edhe e kanë ushqy besimin e tyre në Zotin. Nuk kanë lënë që askush me pas mundësi me fut as edhe një dyshim të vogël. Dhe atë ditë po thot Allahu: "Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima." Allahu atë ditë do t'ju jap shpërblime të mëdha. "Wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira." E përgëzoi besimtarët
sa ditë do të kenë mirësi të mëdha prej Allahut, ditën e llahtarisë së madhe, kur njerëzit do të këtë çka kanë, do të kishin me dhonë për atë ditë, mirë po nuk kanë mundësi, ajo ditë është përveç veprave që i kanë bë. Nuk ka mundësi diçka me thonë valla të marr çetohet japi se u kry, ndoshta po pështoj s'ka. Jo, do thotë besimi i pastër në Allahun do të jetë shkak me lenin Allahut që më na mbrojt edhe siguri ditën e gjykimit, ditën e llahtarisë, ditën e ringjalljes, ditën kur çdo kush do thotë vetja ime, po pështoj une. Po, pastaj të ndëruar vëllezër, e gjashta, si fryt i besimit të pastër që e bartim si dobi, si privilegj që Allahu na privilegjon me këtë mirësi të madhe të besimit, Allahu xhalla xhelalu po thot innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Besimtarët janë vëllezër. Nuk ka thon hoxha, as nuk ka thon filan dietari aty, as e ka thon Allahu i madhruar. Besimtarët janë vëllezër. Pastaj ka thon pejgamberi alayhi sallam, el muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Tash dikush e kupton ndryshe, dikush nuk e kupton fare, dikush e kupton ndoshta që edhe pse është vëlla i muslimanit edhe më alshu atina nuk ka dert, jo valla ka dert. Edhe ka me dhënë llogari të madhe, po jo vetëm besimtarit, çdo kujt. Prandaj i thuhet besimtar, që beson Allahun një dhe të vetëm dhe ka frikë Allahun. Edhe kur shet, edhe kur blen. Edhe në çdo gjë në jetë është i kujdesshëm, se mos e paft filani dhe fiseku e shef Allahu. I kujdesshëm, nuk bën kurtha. Pastaj ka thënë pejgamberi sallam, el mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Besimtari për besimtarin është sikur një fortifikat. Shtyllat e asaj fortifikate e ruajnë, e shtrëngojnë njëna tjetrën. Çështu është besimtari për besimtarin. A jemi çështu na sot? Secili le të jap përgjigje vetvetes. A jemi në çështë shkalla si jemi që e ruajmë njëra tjetrën? Edhe bëhemi argat mirës, edhe bëhemi argat të asaj që me fitu kënaqësinë Allahut. A jemi çto? Çdo kush le të jap përgjigje vetvetes. A kemi rraj dikon? A kemi mashtru dikon? A kemi tradhtu dikon? A kemi fol për dikon mas shpinë atje, kemi shpife, kemi... Kjo është përgjigje që çdo kush mja dhon vetvetes edhe me thon, ka dalë se duhet me bëni llogari me Allahun xhalla xhelalu. Dhe kjo është për me rujt besimin e pastër. Për ndryshe, nuk ka dikush që është i përjetshëm, ton kemi esidit. Amon qoftë se kemi ushqyer dhe se kemi ndërtu besimin e pastër, mirë për neve. Mirë për secilin prej neve, sepse ky është ligj i Allahut xhalla xhelalu, e ligji i Allahut nuk ndryshohet kur, edhe shumë shkurt të nderuar vëllezër, Allahu natyrisht do të me kuptu që secili prej neve sprovohet, sepse mos ti sprovu, atëherë nuk kishim me u dallu i sinqertit pejt pa sinqertit, besimtari prej munafikut. Nuk kishim u dallu. Qysh na ka treguar Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë menduar, thot Allahu, njerëzit se do të thonë që kanë besuar Allahun xhalla xhelalu dhe nuk do të sprovohen. Kanë besuar Allahun, u kry puna. Mirë, a ke menduar që ka çfarë më shumë? Pas besimit vin sprovat. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. I kemi sprovuar ata që kanë para neve edhe para jush. Janë sprovu njerëzit. Kanë besuar Allahun, po janë sprovu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu do t'i nxjerrë në shesh ata të sinqertit, e do t'i nxjerrë në shesh rancat. Ka më nxjerrë Allahu herët avon, mashtrus, sinqert mashtrus. Ky është ligj i Allahut që sthehet. O vallahi den kiamet. Zoti na përmirësoft, Zoti na mësoft që në vazhdimsi ta ushqejmë besimin e pastër, në Zotin xhalla xhelalu, ta forcojmë atë dhe ta lutim Allahun që me këtë besim të pastër t'ia dorëzojmë shpirtin atij xhalla xhelalu.